Ju pëlqen emisioni Tek e Diella rreth e rrotull juve? Kam përshtypjen që se keni parë asnjëherë live. Asnjëherë. Është një emision rreth e rrotull ku i ftuari që vjen në sken është i rrethuar nga shumë femra. Dhe ai rrotullohet sa ndek ndej dhe i përgjigjet pyetjeve të forta, intime, madje edhe shumë provokuese. Do vit ai në sken në rreth e rrotull, në drejtimin e të madhit Ledion Liço. I shoqëruar nga disa vajza bukuroshe që do bëjnë pyetjet shumë speciale dhe me spec të ftuarit të veçantë që kemi ne, dhe ai është drejtori! Sa në tek e rubrika rreth e rrotull? Do flasim në fakt për një drejtor i cili ka njohur vetëm gjitje në fakt, nuk ka njohur kur zbritje. Ai ka ngjitur aq lart sa që më mirë ta ftojmë këtu. Drejtori! Urdhroni drejtor? Ullua dhe Adisha. Ullu ma. Po shqyqyr, më në fund. Nuk e di pse s'kan ardhur goca, duhet kishin ardhur dhe tani. E po erdhën. Hajdeni. Drejtor, kjo është një intervistë që do të bëjnë pyetje të gjitha goca. Edhe besoj ke parë herë dhe herë tjera. Edhe ti do të përgjigjesh ndaj shkurt, ndaj gjatë si duash. Si duash ti, kupton? Ja nisim e? Ke emocione? Ja nisim. Okej, po para prakisht do të bëj unë një pyetje. Po. Dhe pyetja ime është kjo. Jam gati. Domethënë si është kjo puna e drejtorlikut? Si është, Ka kështu, ka më thënë? Kjo punë e drejtorlikut është shu, je drejtor, Po? ke dhe karike. Pa karike s'bëndot. Se që është drejtor pa portofol pastaj. Kalem ke pyetje e parë. Tasha! Drejtor është profesioni juaj, po emrin e vërtet si e keni? Di unë. Ore, drejtu se kam. Pasha! Qazimja! Drejtor, cili është hobi juaj i preferuar? E thash, pasha, Okej. Ludmila! Drejtor, ju ka penguar në njëherë bukuria juaj në karrierë? ore, me mua e ke apo me Ledionin? Me ty e kam, me ty. Ore, s'kam qenë ndonjëherë sekretare, se di. Ama ati, duke na bërë komplimenta me lastikjen, a i thuaj troqë që jam i bukur edhe kaq. Po mirë, o drejtor. Je. Drejtor, po zakonisht në mëngjes, kur zgjoheni? Në drek. Okej, pyetja tjetër? Fatimje? Drejtor, po drekën kur e hani zakonisht? Në dark. Drek e dark, bashk. Zenepja? Drejtor, qarë bëni për të arritur atë që doni në jetë? Këm ngullë si mushka. Ose pres që mushka të vi vetë. Ore, Më falë si e kishe emrin ti? Sania. Ledion, shkurt mund të më thrasësh edhe Sani. Ose Nia, si gjyshja ime. Drejtor, pyetja ime për ty është, çfarë këngë e shoqëroni dushin ju? ore, unë s'kam dush, kam vask. Në vask, këndoj këtë. Ore, kam në mendje. Hajde të gjithë bashk. Pasha dua të bëhe more pasha. Aman, pasha, aman, pasha. Ua, më rënqethi fare, më rënqethi mishin. Hajria!
Hajri e mikrofonin. Ju shpesh thoni. Ore. Unë Unë jam me këtë. Këtë doje të thoj? Me kë jeni pyet Hajria? Re, unë jam me këtë. Mos bë pyetje intime. Të lutem. Si Hajria lejoj. vjen keq po ta futi, ha? Ishte shumë e rëndë kjo. Rofsh. Moza! Drejtor, kam një pyetje. Ju kam shumë fiksim. Edhe unë. Shënoje, 068. Ore, qom një qik të ajo. Pa ma? Je shumë gentile. Rofsh. Ashtë e the? 20, 60. Kamilja! Drejtor, keni ndërmend të jepni dorëheqjen? Ore, unë dorëheqje do jap kur të rritem në detyrë. Atëherë do më duhen dhe sekretare më të mira dhe do zgjedh. Nëse jeni të gatshme, ore, jeni të kontriboni si sekretare? Kush? Pse ja? Unë. Ta marrë vesh Alipash të Pelena që bëhet këtu? Hajde. Që ka Ore, avash se na more mendje, ti fut andej, fut këtej. Po, jam shofer i ri prandaj. Po, pyetje tjetër, vajza të ka rënë emri. Përshëndetje. Unë jam Kimete Kardashian. Kisha një pyetje për ju, Ledion. Pse nuk bëhe shoferi personali drejtorit, ja, po, yf. Seriozisht e kemi? Kam dhe një pyetje tjetër. Drejtor, ku I keni zyra aty që të prisni njerëzit? Ore, qom qik të aji? Po. Jo. Avash, se jam ajo, apo s'ta mbush syrin. Ore, kushdoj që të jesh, s'ke për të gjetur zyrat e mia ti. E sigurt? Largohem qik, largohem. Si ta Dërsa për doni? të shofer lëku, se kishe keq. Ju e dini. Do flasim. Tjetër. Dhe vajza e fundit, Nailja. Drejtor, diku keni thënë se ju pëlqen jeta e natës. Çfarë bëni natën? Ore, po që bëhet natën? Në pub. Kërcej. Ose kërcej. Po mirë, duke qenë se ne jemi në atmosferë festive, do kishim shumë dëshirë të shihnim duke kërcyer. Mund të na e dhuroni këtë kënaqësi? Ore, unë se kam problem, po tango a kërcej dyshe. Oh, një ftesë live për tango. Të pëlqeva? Ishe shumë e mirë edhe ti. Pëlqeve shumë. Rofsh. Ua, kjo ishte surprizë më parë. Po të që këtë mërë shumë ma. Ore, dale ti. Dale. Ua, tani, me që u bën pyetjet nga vajzat, unë do të bëj një pyetje tjetër. Pra, unë e hapa, unë e mbyll. Po, fol. A mund të ule mirë kjo karriga jote drejtorit, e? Ore, unë si ale njeriut, po me gjithë se naftën i atë shteti, ullu. A si qenë ka ti është drejtar? Si të duket? Shumë e mirë, ua. Re. Mirë, do ma bësh një gjiro mua me këta, ma? Ta bën drejtori ty. Hajde, shofim sa shoferi zoti e. Shu është kjo mua bet. Ua. Njerë bën gjiro ti, njerë bëjun. Ua. Njerë ma hipën ti, njerë ta i është shua. Ua. Qa bërë, më? Wajde. Ua. Hajde. Se si keme shoqet? Po, thash ta kërceja një runa të tangon, apo? Ore. E kërcej bukur. Hajde me mlajtu, hajde. Ikim, je shumë I mirë drejtore.